Ne për shumë se me të vërtet jemi në një shkallë të ullë të Islamit, jemi në vijën e kuqe. E vëllai, do të krahasojmë vetën tonë me të parët tonë në gjitha veprat, jo veç me Kur'an. Do të shohish vetën se ata bënin punë dhe mundje. Ata të parët tanë, kur u betonin vetën në Allahun. Ata thonin pasha Zotit, pasha Allahun. Ata thonin pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Ata thonin pasha Zotin e Qabës. E që ka për atyre që falin namaz, thonin pasha nonën, pasha babën, pasha fëmijë. E çka është edhe më e keqe, pasha tyrbën e teqen e babit. Ai bën shirk. Ai betohet në emër të tjetër kujt pos Allahut. E që disa dhe mendojnë se pak ma fetarisht betohen ata thojnë pasha Kuranin, pasha Qabën, edhe kjo nuk lejohet. Ti betohu vetëm ashtu si që është betu Resulullahu, ashtu si që janë betuar sahabët. E jo të betohesh në dikën tjetër pos Allahut, që është rrezik për besimin tënd. Më mirë betohu në Allahun edhe nëse gënjen. E mos u betosh sinqerisht, e të betohesh në emër tjetër kujt. Ky betim në tjetër tonë pos Allahut të fut në zjarr. Prandaj keni kujdes. Keni kujdes, nga se dhe e shohim se shumë kemi hec në çështjet e dynjas, e pak kemi hec në çështjen e fesë.